Hello njerëz, kam disa sekonda këtu para kamerës, por nuk di nga t'ja filloj që të flas. Nuk e di, nuk kam përgatit asnjë gjë se çfarë t'ju them, tash do ta hap kamerën, edhe thjesht do flas, sepse në një farë pike duhet ta filloj edhe unë. Nuk kam bërë vlog që nga ajo dita, nuk po di si ta formuloj të them të drejtën, por që do t'i bie direkt dhe do mundohem që të qëndroj e shkurtër, sepse nuk e duroj dot të flas për këtë gjë dhe kam fjalën që në fund të dhjetorit, në fund të janarit, ne humbëm gjyshin ton, edhe kjo për mua ka qenë një tronditje shumë e madhe. Në qoftë se do flas për këtë gjë, më bëm shumë emotive dhe nuk, prandaj dua të qëndroj edhe shumë e shkurtër. Gjëja është pak më e pranuar. Edhe po, unë nuk kam bërë vlog, nuk kisha në gjendje të bëja vlog, nuk kisha dëshirën, nuk kisha vullnetin. Edhe në Instagram nuk kam qenë shumë aktive, po për shkak të disa bashkëpunimeve, për shkak të jetës që vazhdon, disi pak me detyrim nga ana, le të themi, profesionale, sepse duhej. Pastaj nga ana tjetër sepse duhej nga ana profesionale, por se duhej që edhe unë të rifilloja jetën si më përpara, sepse dihet që nuk mund të vazhdoj gjithmonë kështu. Jeta vazhdon. Por që ka qenë një tronditje goxha e madhe, sepse nuk ishte vetëm një gjysht për mua, se kjo është pjesa që mua më prek më shumë, ishte për mua ka qenë si një babi i dytë, ka qenë ai që më ka mësuar gjërat më me vlerë në jetë, që e kam fjalën për besimin, për vullnetin, për shkollën, edhe kush e ka njohur gjyshin tim, jo sepse është gjyshi im, po që ka qenë një njeri shumë i mirë, i mrekullueshëm, ka qenë një njeri shembull për të gjithë. Unë mundohem që ta kujtoj kështu dua ta kujtoj me këto që ai ka lënë nga mbrapa, këtë krenarin që na ka lënë ne. Ai ishte shumë krenar për ne, po ne ishim akoma më shumë krenar për atë. Unë kisha shumë qejf që të thoja që jam mbesa e shoqërisë Atanit. Ai ishte një shembull i zemrës së madhe, i bujarisë, i dashurisë. Unë nuk e kam dëgjuar asnjëherë të thonte deri në ditët e fundit që jam keq, thonte gjithmonë shumë mirë. Edhe nuk kemi humbur vetëm ne i gjyshin, ai ishte gjyshi i të gjithëve, ishte bëj njeri i dashur për të gjithë për çdo që e takonte. Nuk kam fjalë mjaftueshëm të bukura apo për ta përshkruar se çfarë njeriu ishte. Por, po, momenti i atij erdhi edhe unë e di që ai ishte me zemrën plot, sepse e kishte zemrën plot nga të gjitha anët, por prap se prap kjo humbja e tij i dhemb shumë, sidomos për ne nipër e mbesa. Unë kujtimet më të bukura të fëmijërisë i kam nga gjyshi, edhe me të ikën një copë e kujtimeve të fëmijërisë, të themi një copë e jetës, por prap e di që do mbeten në kujtimet tona dhe ne do ta kujtojmë gjithmonë kështu. Kushdo që do ta kujtoj si njeri të mrekullueshëm, jam e sigurt. Pjesa që akoma më shumë më dhembi ishte që unë nuk arrita dot të shkoja, kjo për shumë arsyeje, por që arsyeja kryesore ishte Solea. Nuk do t'i hyj gjatë kësaj pjese, por fakti që nuk i ka dot ishte akoma më e dhimbshme për mua. Edhe po, e vetmja gjë që unë arrita të bëj është të shkruaj një letër, edhe ai atë letër e ka marrë me vete për gjithmonë. Edhe i falenderoj të gjithë ato që bën të mundur që kjo letra që ti shkonte. Edhe u siguruan që ai ta kishte gjithmonë me vete. Edhe kështu unë tani do të mendoj që kam një engjëll që më shikon nga lart edhe që na mbron, kështu themi edhe me Leilën. Jam e sigurt që ai është në parajs, sepse po nuk ishte ai atje, nuk ka vend për tjetër njeri.
Nuk do të zgjatem më tepër për këtë pjesë se bëhem shumë emotive, por thjesht do të vazhdojmë, ndoshta unë tani pak më e fortë, e kam procesuar pak si gjë, do të vazhdojmë me normalitetin, siç e ka jeta. Unë tani do të mundohem të rikthehem si normalisht edhe le të vazhdojmë me vlogun si normalisht. Do mundohem që të rikthehem në formë siç kam qenë gjithmonë. Prandaj mora edhe këtë kohën, sepse nuk doja të dilja këtu gjithë kohën kështu. As vetë nuk e di si do ta strukturoj këtë videon. Ndoshta do t'ju le disa sekuenca që kam pas filmuar dhe pastaj do të rikthehemi në të tashmen. Ndjes për këtë gjendjen, po që si gjithmonë mundohem të tregoj realitetin këtu. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në këtë vlog të ri. Unë jam Brisi, për ju që nuk më njihni, ju që më njihni tashmë, mirë se rikthehet, mirë se na erdhët. Kështu më duhet si kur them mirë se na erdhët në shtëpi. Unë pas shumë kohëve po filmoj nga këtu lart. Nuk po filmoj më fare nga këtu lart, nga që vim vetëm për të fjetë gjumë tani në dimër praktikisht. Jeta jonë zhvillohet më së shumti poshtë, edhe po bëm gati. Thoni ju ku po shkon? Thjesht në supermarket. Doja të dilja, nuk doja të dilja fare. Ka zënë bora, po duhet të shkojmë në supermarket sepse na duhen ujë, na ka mbaruar kafja, mund të shkonte edhe xhiku në fakt, po hajtë se po shkoj unë me detyrim nga xhiku që lëm të dal pak, sepse ngela në shtëpi, sepse me Sol janë gjithë ditën. Edhe nuk e di, domethënë nuk dua të dal se e di që Solia shumë e ngjitur pas meje, edhe kam frikë se do qaj. I kapa këto flokët kështu thjesht sepse do vendos një kapuç. Nuk më koca i vendos produkte për kaçurrelat sepse nuk i mbaj lshuar sa i stiloj kot pastaj për t'i kap më njëherë pasi lahen. Nëse nuk ishte tema kjo, po që kështu ky stil sepse do t'i fus një kapuç sipër dhe shkoj thjesht tek supermarketi Lagjes, madje shumë jam rregulluar, mund kisha shkuar edhe me pijame, nuk do ta kuptonte njëri. Edhe kështu. Po iki tani, mos të humbas kohë sepse do vi, pastaj do bëj darkën, e keni parasysh vetë rutinën e një mami. Ideja ishte që të hapja një vlog të ri sepse para, domethënë këti, apo nuk e di vlogu i fundit që kam hedhur, ka dal edhe shiko, të nisim një vlog të ri. Urrej që t'javë makinës, se di që ka njerëz që kanë shumë qef, qofshet ju që jeni, unë e kam shumë vesti, po hajtë më. Po e bëzem rëngur. Let's go. Ora 5:03 minuta, shikojmë sa do zjasi xhiro ime. Mora këtë. Kthehemi për në shtëpi dhe kemi orën 5:25, pra 20 minuta, as një gjysmore. 5 minuta jam në shtëpi. Edhe ka që zjati shoppingu im. Ka për hol nuk kam që kështu thjesht një sy kështu sa për të thënë se qa mora. Në kohën që kam unë për vetë makarona. Kështu makarona për sot. Këtu po vetë sa qofte, këtu po shkemi qep edhe brokoli, pastaj këto të tjerat. Mama. Topener, unë nuk le njeri, nese, do bëtë sa qofte. Me përim, me mishë t'i ketë gjitha brënda. Dhe janë kështu qofte gati. Ready. Ti koli ljeti? Shikoj. Ai koli ljeti, era normal venuti ka zënosta. No, nuk kishim pasi herë, mami. Rabar që shumë. Ikën. Ikën. Sa në qënë? Çfarë doja të tregoja është edhe kjo që ka marrë në kuzhinën time. Kam hedhur këtu hurma radhie, tërshër, kos, vis, pak kakao, fryrës, pak vaj, edhe do t'i punoj dhe do bëjmë waffles. Mund t'i hidhni pak miell normal nëse konsistenca është e butë. Unë e bëra, i hodha pak miell normal edhe tani do t'i pjek. Si.
Dhe versionin tjetër e kemi me spinaq, banane, hurma arabie, çfarë kam hedh tjetër? Tërshër, pak kos, miell normal, siç duket. Mirëmëngjesi nga fillimi i javës. Oh mio Dio, oh my god, oh zoti madh. Shikoni sa borë që po bie prap. Ne gjas me mbaroj periudha e borës, por shikoni. Byrektan! Në fakt e kam bërë shibje. Dhe kjo do t'jetë dreka e Soleas. Këtu kemi vestë të skuqur, le të themi, të pjekur në fakt, me pak vaj ulliri. Kemi zuka, mollë të zier, pak mirtili të shtypur, të prerë ose të shtypur kështu që mos t'i lini kokër sepse është rrezik mbytje. Dhe kemi polenta me lëng mishi, lëng perimesh. Oh, kape Soli, kape, ra? Ta kapi mami? Ku të ra? Këtu? E kapëm. Mere Soli. Kape mami. Unë nuk filmoj zakonisht kur ha Solea, sepse përshëndrohem shumë tek ajo. Por doja t'ju tregoja këtë rrëmujën që bëhet, sepse shpesh më pyesni si e keni arritur që të haj Solea me copza. Thjesht e lej që të bëhet kështu njerëz, se përndryshe nuk do të mësoj kurrë. Normalisht nuk pres që të haj të gjithën. Dhe tani po ndodh ajo që besoj se e kuptuat. Ika. Kjo është gjendja një mëngjesi në shtëpinë tonë, pasi kemi vendosur që të bëjmë zero screen time, pa ekrane. Leila ka si vëfrat e veta këtu dhe shumë mirë. Kjo do të thotë më shumë rrëmuj për mu, por që shpresoj që të kemi pak nerva më të qeta, sepse ajo që vere sa herë që Leila shikon kukulla televizor rregullisht është që bëhet më e acaruar, më agresive, më e padëgjuar, edhe her pas here ne bëjmë këtë gjë edhe na bën shumë mirë. Neve po bëjmë gelatin ose llokume ose nuk e di pelte. Do të vendosim tu tek forma që të bëjmë gummy bear. Come sono? Buoni. Ma voglio mangiarli. Pasta? Quello? Hello nga një ditë tjetër. Mësira, ne kemi dalë dhe ndërkohë po mësojmë alfabetin. First stop do t'jetë tek banana. Edhe po shikoj që ka make-up nga Shiplen. Pa shiko. Arsyeja kryesore pse dua të vi këtu është sepse dua të bëj një dëm me flokët. Dua të ndryshoj ngjyrën e flokut, por tani duhet të kuptoj se si dua ta ndryshoj. Me ide shumë të qarta, domethënë. Bojën e zgjodha, tani është puna të ikim në shtëpi, se nga këtu nuk del dot. E kam të vështirë të dal nga DM-ja. Kanë dalë gjërat për Ramazanin dhe më pëlqen shumë në fakt, edhe se është e trisht që jemi musliman dhe nuk dekorojmë për Ramazan. E them kështu, domethënë është e vërteta, sado që mund të jetë komode. I mësuar të dekorojmë për vitin e ri, për Krishtlindjet, por në fakt dekorimet që ne duhet bëjmë kush thotë që është musliman janë pikërisht këto. Sa po erdhëm në farmaci se do marr unë ibun tim. Edhe pas kanë dalë këto nga La Roche-Posay që janë të preferuaret e mia si kremra për fytyrën. Ky është kremi, ky është larsi im. Këtë përdor edhe më bën shumë punë. Edhe kam edhe kush ky tjetri. Jo kam treguar po këtë. E kam edhe në SPF dhe kështu si me korrektor. Po pash që pas kanë dalë këto. Edhe okay. Me siguri do t'i provoj një ditë. Një tjetër haul më i shpejti në botë. Ibu. Këto? Këtë për Solin, erdha mami. Këtë, se qa do bëju nuk e di.
Edhe miell kokosi. Update. Kjo gjëja është ja provova Solias me banane. Nuk e ka shumë qejf banane Solia. Okej, përshëndrohemi. Por në këtë mënyrë e hëngri edhe ndihmon shumë me kicat, edhe prandaj edhe ja mora që edhe luan edhe han, konsumon ndonjë frutë. Për frutat më tepër që t'ja ofroj gjatë ditës, ja kam pas marrë dhe Lelës në fakt. E di që ka edhe kështu si formë lecke, por mendoj që është më higjienike në këtë mënyrë. E mora te DM-ja, besoj se ishte e qartë që ikëm te DM-ja. Edhe kështu. Tani ne hëngrëm darkën, shpejt qa kishim makarona nga dreka me peshk, kishim të dyja të mbetura, i ngrohëm dhe ato hëngrëm. Edhe kështu, u krye për sot. Për herë të parë Solia më ka lënë bëj ndonjë punë gjatë ditës edhe ndjehet që unë ndjehem më përpara me aktivitetet e mia të ditës. Edhe më pak punë natyrisht tani në darkët, edhe është kështu si një heqje peshe, që them okay, shumë mirë, nuk pata për të gatuar, ndjehem më lehtë sepse dhe dolëm, nuk kam aq shumë punë për të bërë tani në darkë, edhe është nice, edhe di që do vi duke u lehtësu sepse do rritet, koha kalon shumë shpejt, po që kishte ca ditë shumë tension, psikologjikisht për mua shumë tension. Ka dhe arsye të tjera pse kam qenë në tension, po zgjedh që t'i flas në një moment tjetër, jo tani. Po që okay, sot le të themi që ishte një ditë pozitive. Fakti me zero screen time për Leilën po funksionon shumë mirë dhe siç e bëm gjithmonë. I themi nuk ka, me Leilën nuk funksionon gjysmore në ditë. Me Leilën funksionon që po e ndeze, okay, mund t'ja fikësh, po do filloj t'u lërasi dhe unë nuk e duroj fare kur bën ashtu, që kështu më mirë ja fik sepse e di që nuk ka asnjë lloj benefiti nga televizori, telefona jo, kjo dihet besoj. Po edhe për televizorin që është problemi. Edhe kemi vënë muzikë nga telefoni, edhe jemi marrë me aktivitete, kaloz, donte të shkruante letrat e alfabetit, sepse një nga ato muzikët që dëgjuem ishte në shqip, është arushi, nuk e di, e keni parasysh atë këngën, dhe tha duhet të shkruaj shkronjat. Edhe e vërteta është nuk e marr Leila të themi do ulemi do mësojmë shkronjat, por ja bëj në mënyrë loje, për shembull siç ishte kjo, edhe që të pi dëshira vetë, sepse mendoj që është ende e vogël, 4 vjeçë që ta marr ta ul dhe të mësoj shkronja, numra, vjersha. Mendoj që në këtë moshë që ka është e mira të lodhi sa më shumë, edhe me anë të lojës të mësoj. Jo që turet i themi tani kjo është daja, bëja kështu, besoj se nuk funksionon për fëmijët dhe do vi mosha kur shkoj në shkollë që do t'i mësoj. Ky është edhe sistemi në fakt në Gjermani, që nuk i sforcojnë fare fëmijët që të mësojnë me zor, edhe mua më pëlqen shumë të them të drejtën. Automatikisht do t'i mësoj, nuk është se... Edhe është fakti që edhe kur i mëson shumë përpara, humbin interesin për shkollë, sepse thonë, unë i di gjatë këto, edhe nuk janë të përshëndruar, nuk kanë interes nga shkolla, shpesh herë ndodhe dhe kjo. Që kështu që gjë me karar. Shkoj të ngrej bukën unë, edhe jemi në një moment tjetër, kur të filloj unë të bëja të gafat e mia me bojrat, do t'ju marr me vetë. Na falni për pamjet, po kjo është e vërteta, kjo është gjendja e furrës, sepse kam hedhë dhe ilaçin, e kam ngro, edhe tani do ta shkrymim, sepse është bërë shumë pis, nuk kam patur kohë ta prek me dorë, jo më ta laj, edhe i ka ardhur momenti që ta ndriçojmë. Ju e dini që unë përdor këto, që kështu, let's go. Tjetra është kjo që ka përdor, edhe tani do t'i shkoj dorën e fundit, po që fëmia im nuk po rri më, edhe unë do kënaqem me këtë gjendje këtu. Ja dhe tilla do t'i pranojmë kështu si janë. Mund t'ishte edhe më mirë se ka detaje kështu jo perfekte, po s'ka problem. Gjiku po ndrej Solian, po e vesh për gjumë dhe unë duhet mbaroj këtu që ta vej direkt në gjumë. Hello, nga dita e tentativës së picës. Me që la furrin ta bëm picë me pica. Unë do të përdor të mielin këtu. O Leila, bitë. Kam Leilën që nese. Kam hedhur përpara 7 grama ja. Po, përshëndetje Leila. 7 grama ja, 2 lugë gjelle vaj ulliri, 10 gram krip, një çik fare sheqer, një maj lugë,
Edhe pastaj do hedh kile miell për 3 pica. E ky është brumi. Kemi ndarë 3, i lam të pushonin një 15-20 minuta prap, edhe tani do t'i hapim. Hame mami. E hapa dhe kam vendos poshtë fare, si që do rregullore. E nxorrëm dhe tani do t'i hedhim djathin. Ja dolëm, më duket se ja dolëm. Kjo është pica e Lelushit, po presim që të ftohet, por më në fund ja dola. Tani do ta provojmë. Po djeg, mund ta hash, po djeg. A të pëlqen shumë apo pak? Bravo. Pica numër 2. Edhe kjo duket shumë e mirë, e provuam nga Lelës, edhe për pëlqen Lelës dhe kjo është më rëndësishme, apo që e provuam edhe ne. Nuk e keni ide sa lumtur jam. Sa herë që shikoja picat e Klaudia, stoja ose ndoli nepsi, po tani e mësova. Faleminderit Klaudia për recetën, megjithëse unë në fakt ndoqa një tjetër nga ChatGPT-a, por që iniciativa është, duhet ta them që nepsi ka nisë që nga Klaudia, edhe fakti që ta pjek poshtë është sekreti, edhe atë ma ka thënë Klaudia 100 herë që kështu po. Ja dola. E mësova si bëhet pica. Pasi arrim të pikë të pjekjes, unë i hedh djathin, mozzarellën, çfarë të doni ju t'i hidhni sipër, edhe pastaj e fus prap në furrë të pishet derisa të përfundojë, shikohet nga bordi që është pjek tamam. Unë kisha plane të tjera për ingredientët, po që fungit e mia nuk ishin në korpullat e mia nuk ishin siç duhet, edhe shkojmë për këto që kemi. Edhe ja,